Me mira qytetarë të Tiranës edhe nga gjithë Shqipëria mbushën bulevardin Dëshmorët e Kombit në protestën e madhe kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike kundër korrupsionit qeveritar. I gjithë bulevardi nga Ministria e Brendshme deri përpara selisë së kryeministrisë ishte i mbushur me mira mbështetës të opozitës, të cilët kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij pas skandaleve të shumta korruptive që kanë përfshirë disa nga personazhet kryesore të qeverisë socialiste, që nga Edi Rama, Belinda Balluku dhe shumë zyrtarë të tjerë. Lideri i opozitës Sali Berisha u drejtua 10 mijëra qytetarëve në shesh, por edhe atyre që ndiqnin protestën nga ekrani, se sot opozita është në kilometrin e fundit dhe shumë pranë triumfit ndaj narkoregjimit e Edi Ramës. Sot ne jemi në kilometrin e fundit, me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt. Triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit, ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Berisha deklaroi se Edi Rama nuk largohet nga pushteti me zgjedhje fars, por vetëm me revoltën dhe zemërimin e qytetarëve. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama nuk iken me farsë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se diktatura nuk iken me vot, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Maduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se palloshi Lubis është pengu i saj. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Gysagasi është Rama i Errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot, shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka bllokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona po miliarda. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti i shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyset vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta juaj. Lideri i opozitës u ndal edhe tek përdorimi që Edi Rama i bëri ftesës që presidenti amerikan Donald Trump i dërgoi Shqipërisë për të bërë pjesë e bordit të paqes. Dhe kjo arsye është kriza e thellë që Edi Rama po kalon me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pat ju vetë. Një javë të tërë, Edi Rama kërkosej me një ftesë formale që presidenti Donald Trump ju kishte bërë vendeve partnere për bordin e paqes. E pas se si Rama e përdori atë ftesë për të shitur veten, sigurisht arkitekti i bordit, sigurisht themeluesi. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që në mbledhjen themeluese të bordit, aty ku firmos bordi i paqes në Davos, Edi Rama nuk e pranonte salla. Edi Rama gjendej në parlament, duke bërë avokatin e Lubis, duke shah si ordiner opozitën. Berisha bëri thirrje qytetarëve që së bashku të ndalin plaçkitjen e pasurive publike nga Edi Rama. Ai bëri thirrje për bashkim deri në largimin e Edi Ramës, krijimin e qeverisë teknike dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që për karrigën e krimit të Edi Ramës zgjedhjet tona të shtrohen në opozitë. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor,
se nuk mund pranojmë kur që pasurit publike, taksat e shqiptarve të plaçkiten nga një grup qeveritarsh, kurse shqiptarët të zhyten çdo ditë me thellë në varfëri dhe mjerim. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kur këtë agresion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kur këtë emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Prandaj, të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte është thirrja e madhe, çdo rajon të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët. Të vazhdojmë të rrugë në kilometrin e fundit, në kilometrin e fitores. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.